tendere. U prish tenderi i termocentarit Kosova Eri, Kosova C, i cili parashitet 2000 megawatt, është prish dhe mos harrojmë që u prish dhe ke pas një kompani që është tërheq nga gara RVN gjermane me një komunikat për shtyp ku aludon që ka pas korrupsion. Ju është kërku korrupsion. Mito. Është prish ai tender për arsye puro politike. Për arsye puro politike nga Partia Demokratike e Kosovës. Dhe arsyet puro politike unë konë se unë tut që Bajram Rexhepi edhe ky qeku i kanë marrë parët për qezit edhe i unë korruptu edhe për ja kanë të përdej një apë qezit. Këtë Kosova e ka thonë këta dhe për ta thënë publiket dhe e ka prish për qitë punë. Bas kësaj, ka kalu 3-4 vjetë në për salla të bankës botërore e plani Obamës me nëzi u bo 600 megawatt që ka ro Kosovë dhe re. 600 megawatt që u konë harë ne mërmal. Harë ne më konë. 2000 megawatt që u konë shpëtimi për cëllin përgjithësim që s'ka ndodhe ka Partia Demokratike e Kosovës e vetme sepse opozitës së mjallon dhe vëja atër u konë kërkushi. Kundër e në konë ata, në konë inexistent, endë ngarë politikës kanë qenë. Dhe ma e në men, edhe 600 megawatt që në me kontur, deri në fund kanë refuzu me nëshkru. Deri në fund kanë refuzu me nëshkru Partia Demokratike e Kosovës, dhe posa qesh ministri atëhershëm i financave, apo? I financave Bedri Hamza. Që kjo është përgjithësi Armal, pëse është bo... Deri në fund kanë nëshkru. Pra, kjo qeveri i ka përgjithësi, kjo, lepse unë e potencova lidhën demokratike të Kosovës, e lidhën demokratike të Kosovës ka pas dalë kundër globalit bashkë me VV-n, parashuje këtësisht populiste edhe politike elektorale, ndërkohë që Isa Mustafa dhe ke u marrë vesh për mje Bilfingerit Kosovën o. A bu kupton një projekt këtë këtë. Pëse është prabohet tash projekti Bilfingerit? Në një farfore, pëse është jo bo. Jo, është u bo, është proces. Pro, Ermal, dhe nuk mundë me thonë, na kjo qeveri ka probleme serioze. Për Kosova, unë e po të thëmë ty, në 2001 në Kosovë folë që është mishtu kapacitetet energjisë elektrike. Në 2025 në po folëm sa përqen me rriçmimin ose me zvoglu. Dhe qëto problemi ishtë është nërë, për mënimin të. Në të njëjtën kohë që kolegu po pretendon, më shpari nuk kemi qenë 12 vjetë në pushtet. Ne, dy iniciativa dhe ideja për ngritjen e kapacitetet të reja energetike ka qenë e jonja, deri në fazën e zhvillimit, kur praktikisht... Në 2004 e Temqeku e ka u heqat. Flasën për hetë Temqeku. Nuk kemi konë në 2004. Nuk di ku e konë të bërgjohë në 2004. Qa dy gazetari e konë, edhe kam intervistu edhe RVN, bile 4 miliard euro ka thonë mu. Një intervist, me thonë shefi bordit RVS, i kena të gatshme për Kosovën, ju keni ardhë